Bombardimet nga Shtetet e Bashkuara ka gjasa të kenë shkaktuar dëme shumë të mëdha në zonat nëntoksore të centralit për pasurimin e uraniumit Fordo në Iran, i cili është i ndërtuar nën tokë brenda një mali, edhe pse ende nuk dihet shkalla e plotë e dëmeve, tha të hënën shefi i vëzhguesve bërthamor të OKB-s Rafael Grossi. Shtetet e Bashkuara hodhën të dielën bombat më të mëdha konvencionale nga arsenali i tyre mbi objektet bërthamore iraniane, duke përdorur për herë të parë në luftë bombat që deportojnë thellë në bunker në përpjekje për t'i shkatruar centralet për pasurimin e uraniumit, përfshirë edhe ato të Fordo. Në këtë kohë, askush, përfshirë Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, nuk është në gjendje t'i ketë vlerësuar plotësisht dëmet nëntoksore në Fordo, tha Grossi në një deklaratë drejtuar një mbledhje emergjente të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Nature of centrifuges, very significant damage is to have occurred. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike nuk ka qenë në gjendje të kryejë inspektim në Iran që nga fillimi i sulmeve ushtarake izraelite mbi objektet bërthamore më 13 qershor, duke pasur parasysh ngarkesën shpërthyese të përdorur dhe ndjeshmërinë e lartë të centrifugave ndaj dridhjeve, pritet që dëmet të jenë shumë të mëdha, shtoi Grossi. Përveç shkallës të dëmeve, në sallat nëntoksore të pasurimit të Fordos, një nga pikpyetjet kryesore është gjendja e rezervave të uraniumit të pasuruar, veçanërisht të më shumë se 400 kg uranium i pasuruar deri në 60% pastërti. Kjo përqindje është një hap larg, rreth 90% që shihet si shkalla e nevojshme për të zhvilluar armë bërthamore. Sipas matjeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kjo sasi do të mjaftonte nëse pasurohet më tej për të prodhuar 9 armë bërthamore. Megjithatë, Irani pohon se qëllimet e tij janë paqësore dhe se nuk synon të prodhojë armë atomike.